dhe duel para do kohësh Zavens komandanti i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zoti Sokol Bashota, që ishte dëshmitar në Hagë dhe pikërisht për këtë çështje u pyet nga advokati i Kadri Veselit, advokati i Kadri Veselit dhe Hashim Thaqit. Dhe ai tha që rasti i Malis Shehollit, kjo komunikat është rasti më eklatant që janë marrë vlerësime, janë bërë gjona pa bilihat. E ka marrë përsi për vrasit pa kom. Që pa temë në kë Hasan Zeneli edhe Hasanave të tjerë, po ju thëmë përsëris këto sonte, ushtëria qlirimtare e Kosovës nuk ka gisht dhe s'ka pas në vrasjen e Malis Shehollit babës temë. Unë këm marë dhe këm dëgjohë në mdjali tina dhe natyrisht që këtë familja kena dashmi ditë që shka rrjedh kjo punë. Dhe mbledhja informatat që ne kemi bërë, dalin do giliptera edhe do hështaplera edhe do dhunues sërbo-shqiptar që kanë krye këtë çështje. Dhe këtu përfundon çdo gjë. Këtu përfundon çdo gjë, ajo që është pasqyruar në Hagë, është e vërteta. Po unë jem shumë i bindur që ata burra kur dolin pej Hagë, këtij Hasanit, e Hasanave tjerë që nështë ta kanë dalë, kanë folë kështu, do t'ja u tregojnë venin ku e kanë. Fatmer, mu pëlqen për një rasti që nuk dasht me e shfryzu vrasjen e babojt tanë për ta fitu naj post politika për diçka. Sepse tu kanë ofru qindra miliona euro edhe prej anës tjetër, por me e... A është e vërtet? Unë vetëm e kam kërku të vërtetën. Dhe ma unë nuk je shit për... Jo, qëre, Sadri, baboj është vranë vitin 97. Dhe në atë periudhë këtu ka qenë sistemi Miloševićit. Në vitin 97 ka qenë sistemi Miloševićit. Nuk unë ngrita këtë akuzë kur për vrasin e tina. Kjo më ka bo mu me dyshue që këtë vrasi e kanë bo kush e ka bo, po kuptën, dhe këmë punue, ju më angazhue. Po qësh mujta me konun e ndahani biri Maliqit, qësh mu u bona bashkëpunëtori e shërbimit informativ të Kosovës 8 vite, dhe ju mbyllë. Ke qenë pjesëtori shikut? Unë kam krye punë për shërbimin informativ të Kosovës. Stash dhe kena, qëto deshta më tërprej? Dhe 8 vite. A e thikë dhe dikanë se vetë po ma qelë gujën burë, e kam edhe një mësafer shumë special sonte. A një morë, se kem problem. është një gazetorë lëmtus, është kryeredaktori i gazetës Papirës, është ish ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës në 3 luftrat, është vërtet njëri, domethënë që nuk flet pa e mendu edhe pa pos fakte. E ftoj sonte është Agim Hueti bashkë me neve me darë të kemi pasur. Faleminderit shumë tjerë. Faleminderit shumë. Zot fat. Mirë mama. Si ne, mirë. Darë të kiti edhe se Agimi bile ka qenë edhe Agim, shumë kur e kom këtu në emision. Agim, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve. Për një që je edhe besimtarit e vetëm ti. Po mundohem kështu se jo. Praktikant? Patjetër. S'po gëzojmë për ti që më të ka mundur Ramazanin. Jo, unë për natyrë jam kështu vetë. Natyrë, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve, mirë. Kem të bisedu lidhe me një emision e kemi pas para një 3 dite, edhe në momentin që e pyetëm Fatminën, ky e tha një të vërtet tjetër, tha unë kam qenë pjesëtari shërbimit informativ. Kam qenë bashkëpunëtori i shërbimit informativ. Po, është e vërtetë. Nëse s'gaboj ti, ku po di ti është e vërtetë, a ti ke qenë? Po, sa i përket meje, do më thonë, në kam publik se antar i shërbimit informativ të Kosovës. Në atë ku, Fatmiri ka bërë shumë punë të mira, për mua është një shqiptar shumë i madh Fatmir Sheholli. Ka vepru mirë, ka punu mirë, gjë që... Kompeten, keni qenë edhe ju pjesë e shikut, a kema po? Po, pra. Fatmirin e moj menë shumë, po ky se më kanë ju mua atëherë, asë në këta, realisht unë e këta po ky mu ju. A i keni rujt a qysh? E kena rujt prej disa individav saktum. Kërë që konë mitë e rujt a po? Ruj ata, ruj këta. Ne kena rujt kuptimin e mirë. Ju e keni rujt ma mirë? Po. Se më kone këshim ra? Mirë, po kjo se ka ditë që ne jem të shku mrapa. Dëmon, kjo është një deklarat ekskluzive Agim Huetit, se nuk është pak me thonë në këna rujt publikisht për pranë njeri që ka punu shekë. A ka mundësi veç pak, se për herë por, dëmon njerin për shok? Për herë por, po... Po se menoj publiko shumë mirë, bravo Fatmir, do të rrite për Fatmir, se menoj publiko që na shojnë me Agim të menoj që i kena po publike, do të më thonë është hera e por, një që peshe. Dëmon, ti e prezentove si pjesëmarrës në lufta, edhe si... Gazetar, po se e ka dhe gazetën Papirës, që është shumë e njërë.
Më vjen mirë shumë që i përkasëm gazetarisë, dhe unë jam një profesion, jam është gazetar, kështu ma lumëturu shumë edhe ma te. Unë këtë çështje nuk e kom ditë kur. Që pa pse. Kur po thatë shoqi që datis po beson. Këtë punë nuk ma kanë thonë as e prorët e mi, të Jo, cilët... jo, s'ta kanë thonë po bashkë kisë të kumrujt, apo. Jo, këto janë gjëra konfidenciale, të cilat normalisht nuk bëhen po më Nga publike. kush keni ruë? A nga serbët apo nga... Po kryesisht prej serbëve, se ka pas ti e din ma shërbimet ndryshme në vendin tonë, që nuk e kanë ndeshtë mirë këtij vendit. Kjo do më thonë argim që vlerësimi i shërbimit informativ të Kosovës pas ka qenë që unë jam këgja njeri i rëndësishëm për ta. Ke qenë dhe je. Jo, mos jam. Bravo, të gjide. Bravo. Ti një të fotografi Po thëmë publikisht, që mora vesh për herë të parë këtë çështje, të falenderohem, do më thonë, për të gjithat aktivitet që keni bërë. Mu më në falenderojmë se unë ta kom gjithë. Dhe po kjo është hera parë me një njëri që po ballafaqohena kështu. Dhe ju falenderit shumë edhe atyne që juve ju kanë thonë me mërue, edhe juve që keni kryer atë punë me nder, edhe s'më muj me thonë tjetër, po një iftar ta kam bërë s'ma si për... Bravo, Dardëkiti. Me një klësh. Me një dhe pasi shaban. Pa tjetër. Dardëkiti për shaban sylin, se i kina shësh. Dardëkiti. Fatmir, kisha pos dëshirë, regjia i ka gati edhe të thotë, me po aktivitetet tua se shpesh e për thëgjë kjo të boshën e vetë, bilet këmë thonë këmë bajë gorë. Po ta shumë, kush është Fatmir Shehudin në fakt? Kush është kjo Fatmir? Ti e bashkë me? Kjo është ambasadori Amerikan, një mik i jami... Delavi, apo? Po, Gregori Delavi, një mik i jami shumë i ngushtë me cilën kemi bashkëpunu shumë ngushtë në periudhën derisa ky ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Një tjetër foto besoj e ka regjia. Këtu jena së bashku me Fatmir Xhelilin, me Haxhi Shalin, me Recep Selimin. Bravo, Dardëkiti. Bravo. Nuk e di që këta që më thojnë të bashkë kush është ungjën me to. Recep Selimi është një ndër themelues të ushtrisë ligjore të Kosovës. Kena qenë një konferencë dhe këtu kemi bashkë bisedue me 100 Serbë të cilët gjindën këtë pjesën tjetër. E kemi bërë formën e regrutimit të tyre në ushtri të Republikës Kosovës. Një tjetër foto, besoj e ka regjia? Kjo është koloneli Cijas. Cijas Amerikane? Po, J. Carter. Një mik i jami me të cilën jam njoftuar në vitin 98, kjo ka qenë edhe në misionin e OSBE-s të William Walker. Kjo është fotografi në ditën kur ka shkuar në pension.